Ju përshëndes nga edicioni informativ këtu në Blu Televizion. Do ndalemi tek qeveria shqiptare, e cila ka dhënë koncesionin dhe bëri lëshime për projektin Vlora Marin, me premtimin se do të ngrijë stega e turizmit shqiptar, duke ndërtuar një nga portet turistike më moderne të Mesdheut. Por sot, rreth 4 vite pas fillimit të këtij projekti, realiteti në terren duket jo vetëm i zymt dhe kaotik, por për më gjerë shënimi redaksional. Vlora Marina, premtimi për turizëm elitar dhe realiteti kaotik në portin e Vlorës. Qeveria shqiptare ja dha koncesionin dhe bëri lëshime për projektin Vlora Marina me premtimin se do të ngrinin stekën e turizmit shqiptar, duke ndërtuar një nga portet turistike më modern të Mesdheut, ku do të mund të ankoroheshin njëkohësisht rreth 400 anije dhe jahte për të tërhequr në qytetin bregdetar turizmin luksos dhe vizitorët me jahte. Por sot, rreth 4 vite pas fillimit të këtij projekti, realiteti në terren duket i zymt dhe kaotik. Porti i Vlorës, që vazhdon të operojë ende në këtë territor dhe që duhet të ishte porta hyrëse e një turizmi cilësor për shumë udhëtar, është kthyer në një përvojë negative. Në kalatën perëndimore, ku aktualisht mund të ankorohen vetëm 2 mjete detare, trageti dhe anija Çimentos, nuk është kryer asnjë ndërhyrje që të lehtësojë lëvizjen e pasagjerëve. Udhëtarët dhe turistët sapo mbrin përballen me një pamje larg çdo standardi turistik, mjete të rënda, punëtor, kablo të varura, pluhur dhe zhurmë. Edhe dalja nga trageti është një shteg i ngushtë, ku përzihen autobusët, makinat dhe pasagjerët. Në këtë hapësirë të kufizuar, udhëtarët detyrohen të kalojnë mes mjeteve dhe kaosit, shpesh të irrituar dhe të lodhur, duke bërë akrobaci për të zbritur në tokë. Situata bëhet dhe më problematike nga fakti se bankina ndërmjet kalatës perëndimore dhe asaj lindore ka shërbyer deri dje si vend ankorim për anije turistike. Pikërisht aty hipnin çdo ditë turistët që niseshin drejt Sazanit dhe Karaburunit mes Pluhurit, Rëmujës dhe mungesës së kushteve minimale teknike. Ky aktivitet, përveç se lë shumë për të dëshiruar nga ana vizuale dhe turistike, ngrinte edhe shqetësime serioze për sigurinë. Mungesa e një vend ankorimi të mirëfillt e një korridori të sigurt për pasagjerët dhe kushteve teknike të përshtatshme rrezikonte si marinarët ashtu dhe turistët. Në vend që udhëtimi drejt Sazanit dhe Karaburunit të nis me përshtypje pozitive, ai niste me stres, rrëmuj dhe improvizim. Prej 2 ditësh është gjetur një zgjidhje përkohshme. Koncesionari ka lejuar që anijet turistike të ankorohen në kalatën lindore. Kjo nuk është zgjidhje perfekte, por për momentin është alternativa më praktike. Rreth 20 anije turistike pritet të operojnë këtë sezon nga kjo vendodhje, duke u ofruar turistëve një eksperiencë më dinjitoze, krahasuar me situatën e mëparshme. Megjithatë, ende nuk është e qartë marrëveshja mes koncesionarit dhe operatorëve të anijeve. Për momentin ata po operojnë pa pagesë, por pa një kontratë apo zgjidhje të qarta afatgjatë. Problemi kryesor mbetet se Vlora nuk mund të funksionojë çdo vit me zgjidhje të përkohshme. Një qytet që synon të jetë kryeqendër e turizmit detar nuk mund ta menaxhojë portin me improvizime sezonale. Operatorët turistik ka nevojë për një vend ankorim të përcaktuar, të sigurt, funksional dhe dinjitoz. Punimet në kalatën perëndimore dhe atë lindore së bashku me ndërtimin apo instalimin e një dallgëthyesi mund të zgjasin vite, ndërkohë sezoni turistik nuk pret. Turistët të vinë çdo verë, anijet duhet të operojnë çdo ditë dhe qyteti ka nevojë për një organizim serioz. Në këtë situatë, koncesionari i Vlora Marina për aq kohë sa ka marrë në administrim një hapësirë kaq të rëndësishme, publike dhe strategjike për qytetin, ka detyrimin moral, publik dhe praktik që të krijojë kushte sa më të përshtatshme për të gjithë përdoruesit e portit. Kjo nuk duhet parë ngushtësisht vetëm brenda pikave të kontratës apo detyrimeve të shkruara në dokumente. Një projekt që është prezantuar si investim strategjik për turizmin elitar duhet të shkojë përtej minimumit kontraktual, duke menduar edhe për pasagjerët e tragetit, operatorët e anijeve turistike, marinarët, sigurinë, aksesin, imazhin e qytetit dhe mbarvajtjen e sezonit turistik. Kur një subjekt privat merr përfitime nga një pasuri publike, sidomos në zemër të Vlorës, ai duhet të marrë përsipër edhe përgjegjësi më të gjera ndaj qytetit. Nuk shkon që me premtimin se po ndërtojnë marinën e së ardhmes, të tashmen ta lënë në kaos dhe rrëmuj.
Ngërçi i shkaktuar në aeroportin e Vlorës anulloi shumë prenotime në strukturat hotelerike sipas kreut të operatorëve të Jugut Vasil Bedinaj. Megjithatë, nisja e sezonit veror ka sjellë shpresë, sipas tij, pasi në krahasim me një vit më parë fluksi i turistëve është rritur deri në 13% më shumë, përqindje kjo që do të vijojë në rritje në muajt e pikut. Pritshmëritë për këtë sezon turistik nga tur operatorët e qytetit ishin vërtet të larta, e ato lidheshin me hapjen e aeroportit të Vlorës. Vasil Bedinaj, kreu i operatorëve turistik të Jugut të Shqipërisë, tregon se në muajt nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar pati një bum rezervimesh dhe kontratash nga agjenci turistike për të vizituar Vlorën. Por ngërçi i shkaktuar nga aeroporti i Vlorës, Bedinaj thotë se solli një minus të madh në sektorin e turizmit, ku shumë prenotime u anulluan gjatë muajve mars dhe prill. Sipas Bedinajt, aeroporti është shumë i rëndësishëm për Vlorën për të tërhequr atë grup turistësh të cilët nuk preferojnë të udhëtojnë gjatë nga aeroporti drejt dhomave të hotelit. Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, kemi marrë një minus të madh nga gjithë bashkëpunëtorët tanë jashtë territorit të Shqipërisë, po ashtu dhe shumë individ, klient që ne kemi që kanë dashur të udhëtojnë në Vlorë, e kanë pritur me padurim çeljen e aeroportit. Informacioni që kishim vitin e kaluar në muajin tetor, nëntor ka qenë i tillë që do të hapej. Kemi pasur shumë kontrata me agjenci turistike jashtë territorit të Shqipërisë, të cilat u anulluan në muajin mars dhe në muajin prill. Pra, mosqelja e aeroportit ka ndikuar jashtëzakonisht për sa i përket fashës së turistëve dhe volumit të turistëve të cilët kishin menduar të kalonin pushimet e tyre në qarkun e Vlorës. Uroj dhe shpresoj shumë, jo vetëm unë, po gjithë operator turistik, se siç e kemi thënë, aeroporti i Vlorës është një vul apo një hallk shumë e rëndësishme e sektorit turizmit, duke marrë parasysh që fasha e klientelës elitare që mund ta quajmë. Nuk mund të udhëtojë me orë të tëra nga një aeroport në destinacionin ku ata duan të shkojnë. Ka një orar të caktuar që duhet të udhëtosh nga aeroporti deri në hotelin në cilin ke prenotuar. Dhe kjo fash apo kjo kategori e turistëve që ne shpresojmë që një ditë të vinë në Shqipëri, nuk mund të udhëtojnë 3 apo 4 orë nga aeroporti deri në hotelin e tyre. Pra, mosqelja e aeroportit turistik pati një vrull për sa i përket kontratave në fillimin e muajit nëntor dhjetor të vitit kaluar, po ka pasur dhe anullimet të muajit mars, të cilat na kanë humbur shumë pikë për sa i përket bashkëpunëtorëve tanë, besueshmërisë. Bedinaj thotë se udhëtimet të cilat janë anulluar kanë qenë më të shumta nga Europa perëndimore, nga shtetet si Franca, Gjermania apo edhe Spanja. Ajo që kemi thënë vitet e fundit ka qenë që dikur kemi pasur Europën lindore, por tashmë gjithë kjo është zgjeruar edhe në Europën perëndimore. Aktualisht pjesa më e madhe në statistikat tona për muajin prill dhe maj, pjesa më e madhe turistëve të cilët ishin të akomoduar në Vlorë kanë qenë të Europës perëndimore dhe shteti që ka pasur më shumë për sa i përket qytetit të Vlorës dhe rrethinave ka qenë Franca, me një numër goxha të konsiderueshëm, por nuk përjashtojmë këtu dhe Austrinë dhe Gjermaninë dhe Spanja, pra nuk ka më një low cost apo një destinacion low cost siç ka qenë Çekia, Polonia më përpara, por tani jemi zgjidhur. Ajo që duhet të bëjmë ne është që të krijojmë kushte që ky numër nga Europa perëndimore të zgjerohet apo të rritet sa më shumë. Nuk mund të presësh të jetë Vlora destinacioni i mirëfill për ta, pas pate aeroportin apo pas pate dhe infrastrukturën e përmirësuar. Pavarësisht anullimeve, Vasil Bedinaj konfirmon edhe faktin që nisja e sezonit veror ka sjellë shpresë për shkak se, sipas tij, në krahasim me një vit më parë jemi 12 deri në 13% më shumë turistë, e ai shpreson se kjo përqindje do të vijojë në rritje në muajt e pikut. Pritshmëritë tona është pothuajse i njëjti trend që ka qenë dhe 2-3 vitet e fundit. Ne shpresojmë dhe statistikat e 2 muajve të parë, prilli dhe maj, që quajmë si sezon turistik, kanë qenë me një rritje 2 shifrore, pra jemi diku te 12-13% më lart se viti i kaluar. Shpresojmë që ky trend të jetë pothuajse i njëjtë deri në fund të muajit shtator, të shohim 2 muajt e pikut që janë korriku dhe gushti, sepse ndryshon kategoria e turistëve të prillit maj dhe atyre të korrikut dhe të gushtit. Kemi turizëm kulturor dhe kemi turizëm veror. Mendoj dhe statistikat na thonë që do të kemi një rritje në krahasim me vitin e kaluar. Ajo që kemi frikë, siç e kemi pasur çdo vit, është punët që ne kemi akoma pa bërë, infrastruktura që është akoma pa përfunduar. Pra jemi optimist që po shtohemi vit për vit, por trembemi në anën tjetër se çfarë feedbacku
do të marrim nga këta klientë që zgjedhin të vinë në Shqipëri. Kreu i operatorëve turistik thot se ende jemi në fashën e turistëve mesatar dhe atyre low cost, për shkak se sipas tij turistët e quajtur elitar kërkojnë kushte të cilat nisin nga aeroportet e deri tek infrastruktura. Jemi në fashën e mezit e poshtë, nuk mund të presësh apo nuk mund të shpresosh për një turizëm elitar kur nuk ke aeroporte, kur nuk ke porte, kur nuk ke infrastrukturën e dur, kur nuk ke transportin urban, kur nuk ke hotele brand, e kështu me radhë. Pra kemi akoma rrugë për të bërë, por gjithsesi kemi bërë mirë deri tani, sepse më mirë po të ngjisim shkallët 1 nga 1 se sa 10 bashkë. Vlora mund të cilësohet një qytet i cili vizitohet nga turist nga çdo vend i botës, duke ndryshuar nga realiteti i viteve të mëhershme, kur e vizitonin kryesisht vetëm italianët dhe turistët nga Europa lindore. Në shumë vende europiane, Shqipëria po shfaqet si destinacion të reqës të verës së 2026, duke ofruar peisazhe mahnice mesdhetare dhe kosto shumë më të ulta se destinacionet tradicionale turistike, shkruan media franceze. Më e lirë se Spanja dhe Portugalia, deklarojnë mediat franceze, Shqipëria është zgjedhja ideale për pushimet verore në Evropë. Përballë rritjes së vazhdueshme të çmimeve në shumë vende evropiane, Shqipëria po shfaqet si një nga destinacionet më tërheqëse të verës 2026, duke ofruar peizazhe mahnitëse mesdhetare dhe kosto shumë më të ulta se destinacionet tradicionale turistike, shkruan media franceze. Ndërsa inflacioni vijon të ndikojë në buxhetet familjare dhe resortet e njohura të Spanjës e Portugalisë po bëhen gjithnjë më të shtrenjta, Shqipëria po tërheq vëmendjen e turistëve evropian si një alternativë ideale për pushime cilësore dhe të përballueshme. E vendosur në zemër të Ballkanit përballë brigjeve italiane dhe në kufi me Greqinë, Shqipëria po fiton gjithnjë më shumë popularitet, fal Bregdetit të saj spektakolar në detet adriatike dhe jon. Nga riviera shqiptare me ura të kristalta deri në qytetet historike me trashëgimi të pasur kulturore, Shqipëria ofron një kombinim unik të natyrës, historisë dhe mikpritjes. Plazhet e Ksamilit, të krahasuara shpesh me destinacionet më të bukura të Mesdheut, tërheqin vizitor nga e gjithë bota. Ndërsa qyteti i Beratit, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe Syri i Kaltër, mbeten ndër atraksionet më të vizituara të vendit. Një nga avantazhet më të mëdha të Shqipërisë mbetet kostoja e ulët e jetesës dhe shërbimeve turistike. Edhe gastronomia lokale konsiderohet një tjetër pikë e fortë, pasi turistët mund të shijojnë peshk të freskët, prodhime deti dhe specialitete tradicionale shqiptare me çmime dukshëm më të ulta krahasuar me destinacionet e tjera mesdhetare. Pavarësisht zhvillimit të shpejtë të sektorit turistik, Shqipëria vazhdon të ruajë autenticitetin dhe karakterin e saj të veçantë. Megjithatë, ekspertët e turizmit vlerësojnë se populariteti në rritje dhe investimet e reja në infrastrukturë do të transformojnë ndjeshëm vendin në vitet e ardhshme. Për këtë arsye, shumë media evropiane e konsiderojnë Shqipërinë si një nga sekretet e fundit të Mesdheut, duke rekomanduar muajt qershor dhe shtator si periudhat më të mira për të shijuar plazhet, natyrën dhe mikpritjen shqiptare larg fluksit të madh turistik të pikut të sezonit. Rikthehemi me aktualitet. Gjendja e autobusëve urbanë në qytet lë për të dëshiruar, por jo vetëm stacionet e autobusëve nuk i përshtaten as pak infrastrukturës së zhvillimit që po merr qyteti. Një ndërhyrje që ka nisur këtë të mërkur ka prekur vetëm stacionet në bulevard, ndërsa mbeten për të parë stacionet në zona të tjera në qytet. Gjendja e autobusëve urbanë në qytet lë për të dëshiruar. Stacionet e autobusave nuk i përshtaten as pak në infrastrukturë zhvillimit që po merr qyteti. Kjo pasi mungojnë strehat dhe tabelat informuese. Këtë shqetësim të qytetarëve transmetuam edhe pak ditë më parë në një kronikë televizive në Blu Televizion. Ndërsa përgjatë kësaj të mërkure në Vlorë, me sa duket ka nisur realizimi i një projekti i cili synon përmirësimin e kushteve infrastrukturore të stacioneve të autobusëve urbanë në qytet. Në qytetin bregdetar të Vlorës ka nisur edhe përmirësimi i stacioneve të autobusëve urbanë për gjitha linjat të cilat lëvizin në brendësi të qytetit. Siç mund të ndiqni edhe nga pamjet, pas shpinës time kemi një stacion autobusi i cili lexon emërtimin Xhamia, por gjithashtu është përmirësuar edhe në infrastrukturë. Sipas informacioneve, përgjatë bulevardit Ismail Qemalit, çdo stacion urbani do të jetë me emërtim, për shembull Xhamia, Teatri, Tregu i Rizit, Kalitrojës, Skele të tjerë. Gjithashtu është përmirësuar në kushte edhe pjesa e stres, e cila pritet të bëjë më shumë hije për qytetarët. Por ky projekt në fazën aktuale nuk dihet ende nëse do të përmirësoj edhe informacioni, nëse tek stacionet e autobusëve do të vendosen tabela informuese për oraret dhe destinacionet. Gjithashtu nuk ka informacione nëse projekti do të shtrihet në zonën e Lungëmarrës, aty ku stacionet e urbanëve mungojnë totalisht. Pas stacionet të Mirfill të Urbani do të jetë edhe një linjë tjetër e qytetit, ajo e linjës Çole Spital.
Banorët e fshatit Vari Bob në njësinë administrative Cakran kanë protestuar paraditën e sotme për mungesën e ujit të pishëm. Sipas tyre janë 40 familje të lagjes Dautaj, të cilat furnizojnë me ujë të pishëm vetëm një orë në ditë, çka i detyron ata të drejtojnë burimeve të fshatit rreth 3 kilometra larg banesave të tyre. Banorët e fshatit Vari Bob në njësinë administrative Cakran kanë protestuar paraditën e sotme për mungesën e ujit të pishëm në rubinetat e çezmave të tyre. Ata pojnë një zëri në kulmin e intinjatës se duke filluar nga muaj maj dhe gjithë muajt e verës prej një dekade, veçanërisht 40 familje të lagjes Dautaj nuk furnizohen me ujë të pishëm. Sipas tyre, uji vjen vetëm një orë në ditë, jo në një orar fiks dhe përballë kësaj situate, nën temperaturat e larta dhe rritjes së kërkesës për ujë, detyrohen të drejtohen burimeve të fshatit rreth 3 kilometra larg banesave të tyre. Ku ke qenë për ujë? Për ujë thashë. Poshtë e pomba. Afër ka shishtë. Sa herë në ditë shkon? 3 herë. 3 herë në ditë vetë. S'kemi ujë. 3 herë në ditë. Sa kilometra larg është? Ha? Një 5 kilometra. Se ka shpinë lartë unë. E ka shpinë lartë. S'kemi ujë në qojnë gjysë morën ditë të ta. S'ka di hadet e shpia ime shikoni, s'ka 12 e gjysë me qojnë. Në smushe depua, s'kemi. Bakti kemi qojnë, po bakti qojnë mu japim kanal. Ju mjafton kjo ujë për nevojat e përditshme? Jo, që sa të bej gjellën të pishë. Për një ditë, 5 vetë. Sa herë shkoni ju? 3 herë thash. 3 në ditë? 3 herë. Ditë në ditë bëshe mund. Faleminderit. Faleminderit juve. Çdo ditë kështu mbush një ujë? Çdo ditë këta pas kemi ne. Sa herë në ditë? Mund vetë edhe 10 herë. Do thosh pse, jam familje madhe, nuk më del. Sa kilometra larg është? Që të patën e 2 kilometrat vetë deri atje. Po mundeni të shkoni ditë për ditë? Po nuk mundemi pa e keqja. Shplodhem 20 e rrugës. Jam 70 vjeçe. Po unë do mbush ujë edhe të veten e 10 në këtë lagje. E shikoj që po vojmë shumë. Kam drejt fëmijët e tanë që nuk vim këtu abi. More vesh? Nuk keni asnjë shpresë do të vi ujë? Nuk kemi shpresë fare. Na kush do ke shpresë, më thuaj. Kush do ma ngroj zemrën? Ja, në ditë ka grem shteti. Po për mëse dje, po behet dje, apo do vinë dje për mu. Harroj. Jemi 20 familje këtu pa pikë në ujtë. Gjuna, unë ashtë isa erda, shplodu ati në rrugës, shplodu këtej, mezi erda në shtëpi. Të laj duart nuk isha ujë. Ku shikoj unë? Dalë thashun, se asho, edhe vetë thashun, një problemi madhë kjo ujtë. Do vim, do të bjem, asë ujë, asë një gjesë në kanë. Banorët pohojnë gjithashtu se përballë mungesës së ujit janë detyruar të hapin puse, por përpjekjet e deri tanishme kanë qenë të dështuara pasi thatësira ka bërë që deri në 100 metra thellësi të mos ketë ujë. Puzi Vari Bob të shembull. Nuk është rregulluar dhe ne marrim në patozin. Në patozin e na lën një orë në ditë. Ka raste na i bjen edhe në 11 natë. 11 natë ne nuk smundem. Se janë një gjuma, po A mjafton kjo një orë? jo. Në të keqe dhe më të puzi mbushim ujë me makinë. E shumë thatësirë dhe nuk ka këtu, nuk do 200 metra këtu që të besh pus. Nuk e ashu dot. Që të besh puzit edhe 10 milion lekë mos të ashuja. Faturat janë tëra të paguara, muaj për muaj ti merr. Po ne nuk kemi as kur e plak fshati, as kryetar komune, nuk ka asnjë gjë. Unë jam ankuar edhe te kryetari, edhe te plaku fshatit dhe nuk ngrihet. Nuk kam çat bëjtë. Do të bëjtë, do vi, do shikojmë, do bëjmë, do rregullojmë. S'ka asnjë investim. Teksa pohojnë se çdo verë thahen për ujë, banorët njerëzi theksojnë se edhe punimet për ndërtimin e rrjetit ujësjellësit kanë qenë jo cilësore. Linja e ujësjellësit kur është ndërtuar? Linja e ujësjellësit këtu është ndërtuar në 2019, që ka kaluar zorra këtu ja. Është shumë material i dobët dhe nuk mban. Një pjesë të zorrës e kemi çuar vetë neve si familje që kemi për mos prishur rruga. Fillimisht pati furnizim me ujë normal? Fillimisht pati në dimër, se atëherë e shtruan ataja. Pastaj gjatë beharit njëjtën problem kemi. Vin maj. Gjena fillimi majt. Po është gjuna të vej mirë unë vete, mund vete me frezë, me motor, me makinë. Po një plak, ku do vej?
Përballë kësaj problematike, banorët bëjnë apel të dëshpëruar për reagim nga institucionet përgjegjëse, ndërkohë që shoqëria rajonale u sjell kanalizime Fier ka bërë të ditur se do të marrë masat e menjëhershme për furnizimin 8 orë në ditë me ujë të fshatit Varibop, ndërsa ka bërë thirrje banorëve të jenë të kujdesshëm për të mos shpërdorur ujin, pasi kërkesa gjatë muajve të verës është mjaft e lartë. Ligji për investime strategjike nuk do të ekzistojë më. Lajmin e dha kryeministri Rama gjatë një konference me gazetarë nga Bashkimi Evropian, kur u pyet nëse do të respektojë kushtet e vendosura në raportin IBAR për këtë çështje. Ligji për investimet strategjike nuk do të ekzistojë më, lajmin e ka dhënë kryeministri Rama gjatë një konference me gazetarë nga Bashkimi Evropian, kur u pyet nëse do të respektojë kushtet e vendosura në raportin IBAR për këtë çështje. Ligji për investimet strategjike kur nuk ka qenë i padrejtë. Për të thënë këtë gjë fillimisht, shumë njerëz që flasin për të as nuk e din për ç'flasin, flasin, por gjëja e mirë është që do ta lëmjash sepse e ka përmbushur misionin e vet dhe nuk ka rëndësi, nuk është se po luftojmë për të, nuk është se do të themi që vlerësimi është i gabuar, thjesht do ta lëmjash. Megjithatë, ligji për investime strategjike na ka ndihmuar të sjellim në këtë vend më në fund disa investime që përndryshe nuk do të kishin ndodhur. Tashmë nuk na duhet më një ligj për investime strategjike, sepse kapitali po hyn dhe investuesit të mëdhenj po vinë dhe në fakt nuk duan t'ia dinë për lehtësira, duan natyrisht status të mbrojtur kështu me radhë, por nuk kemi probleme me këtë. Kam përshtypjen që është pjesë e kuadrit negociator dhe po punojmë tashmë për një ligj të ri për investimet, kështu që po punojmë me Bashkimin Evropian për këtë. Çdo gjë që bëjmë mbështetet te standardet EBS dhe kjo është diçka tjetër që është mjaft e qartë, Duke u referuar investimit në Zvërnec, kryeministri nguli këmbë se bota ka plot shembuj të bashkëjetesës mes natyrës dhe zhvillimit. Për Edi Ramën çështja u fry për shkak të emrit të Donald Trump. Cheval Blanc dhe Bernard Arnault do vinë të shkatrojnë Bregdetin shqiptar apo do të vendos emrin dhe markën e vet në një projekt që do të vras Flamingo? Ju a merr mendja që Rosewood Hotel, që ka një reputacion shumë të lartë për të qenë një prej modeleve të reja të destinacioneve të epokës re mjedisore, do të vi këtu për të shitur mojito në mes të betonit? A ju a pret mendja që Mandarin Oriental do dojë të lidhet me diçka që është e shëmtuar? A mendoni që hotelet Aman do të vinë të qëndrojnë në mes të një gjenerate të re bunkerësh? Çfarë po thoni? I pyetur për Sazani, Rama pohoi se po negocion prej 2 vitesh me investitorët, por përjashtoi idenë e shitjes së ishullit. Kryeministri shpjegoi se nuk do të heqë dorë nga vizioni i tij për të thithur kapital dhe investime madhore që do të ndihmojnë zhvillimin e vendit, por nënvizoi bindjen se nuk mund të konkurojë duke shpërfillur natyrën. Sot shënohet 148 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit, ngjarja që hodhi themelet e shtetit kombëtar shqiptar. Historiani Skënder Spahiu tregon për Blu Televizion se lidhja shqiptare e Prizrenit mbetet një nga ato momentet e rëndësishme në historinë e Shqipërisë, pasi synonte të mos lejonte coptimin e trojeve shqiptare. 10 qershor 1878 u mbajt kuvendi i Prizrenit, i cili shpalli formimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Punimet e kuvendit u drejtuan nga Ilyas Pashdibra, ndërsa programi politik u hartuan nga vëllezërit Frashëri dhe personalitetet të tjera nga trevat e Çamërisë, Shqipërisë së Veriut dhe mbar trojeve shqiptare. Lidhja shqiptare e Prizrenit përbën organizatën e parë politike dhe ushtarake të mbar kombit shqiptar. Detyrat kryesore të saj ishin kundërshtimi i traktatit të Shën Stefanit, i cili parashikonte coptimin e trojeve shqiptare, bashkimi i trojeve shqiptare në një vilajet të vetëm, informimi i opinionit ndërkombëtar dhe evropian se shqiptarët janë një komb i vetëm, pavarësisht përkatësisë së tyre fetare. Historiani Skënder Spahiu tregon se lidhja shqiptare e Prizrenit kishte si synim kryesor kundërshtimin e coptimit të trojeve shqiptare në atë periudhë. Lidhja e Prizrenit erdhi si një marrëveshje, si një mirëkuptim mes shqiptarëve për të kundërshtuar vendimet e traktatit të Shën Stefanit dhe të Berlinit. Ishte një aleancë trojeve mbar shqiptare, gjithë shqiptarëve në të 4 vilajete shqiptare të mbledhur pranë një xhamie në Prizren
dhe nismëtarët e saj kanë qenë frashërdhënjtë dhe përfaqësues të tjerë nga gjitha krajinat dhe trevat e Shqipërisë, që nga shqiptarët e Çamarisë, të Vlorës, Gjirokastrës, deri në vilajetin e Prishtinës, ku qendra ishte Prizreni. Të gjitha këto elementë të kohës politik rrezikonin coptimin e rrojeve shqiptare dhe lidhja e Prizrenit ishte një aleancë politike dhe ushtarake për të mbrojtur dhe për të demonstruar pranë kancelarive të Evropës dhe vendeve të tjera të botës hapësirën mbar shqiptare. Ishte një marrëveshje ushtarake sepse u organizua një ushtri armatosur dhe i shpërndau degët e saj në mjaft territoret të Shqipërisë deri në vilajetin e Janinës, në zonën e Çamarisë, jugun e Shqipërisë, veriun e Shqipërisë, Kosovën dhe treva tjera shqiptare të sotme në Maltëzi dhe në Serbi në luginë e Preshevës. Të gjitha këto element e bëjnë lidhjen e Prizrenit një organizim, sa politik por edhe aq ushtarak, për të mbrojtur tërësinë territoriale të shqiptarëve, që rrezikonin, coptoheshin dhe fatkeqësisht një pjesë e tyre ndodhen edhe sot jashtë kufive tan politik në trevat shqiptare në Malnezi, në Serbinë, Maqedoninë e Veriut, në Greqinë e Veriut e të tjera. Ne jemi i vetmi shtet, i vetmi kombë që rrethohemi nga bashkëkombas në kufit tan politik. Sipas Pahiut u krijuan struktura drejtuese të lidhjes, ndërsa ajo ngriti deg në të gjitha hapësirat mbar shqiptare. Në këtë organizim kishte përfaqësues nga Vlora, Gjirokastra, Janina dhe treva të tjera shqiptare. Megjithatë, lidhja nuk pati jetë gjatësi për shkak të rrethanave politike dhe ushtarake të kohës. Lidhja e Prizrenit pati jetën përgjithsisht të shkurtër sepse bashkimi i kancelarive të Evropës bashku me momentet e perandorisë osmane u organizuan dhe lufta ruso-turke ishte një element tjetër që e çoi lidhjen e Prizrenit duke identifikuar shqiptarët si bashkëpunëtor, si element e ushtrive turke, apo dhe përfaqësimi i shqiptarëve në kancelaritë e Evropës ishte i ulët dhe ky është një moment i cili lidhja e Prizrenit nuk e pati jetën shumë të gjatë, pavarësisht përpjekjeve të shqiptarëve, të patriotëve shqiptar, për të mbajtur lidhjen e Prizrenit sa më gjatë dhe për të batuar atë qëllim që i vuri vetes lidhja e Prizrenit, ruajtjen e hapësirës territoriale shqiptare. Lidhja shqiptare e Prizrenit mbetet një nga momentet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, pasi synonte të mos lejonte coptimin e trojeve shqiptare. Ajo ishte jo vetëm një lëvizje politike, por edhe ushtarake, që shënoi një etapë të rëndësishme në përpjekjet për mbrojtjen e interesave kombëtare shqiptare. Do ndalemi te personazhi Berberi Lëvizës, një ide e nisur e 6 vite më parë, sot mbetet ndër të vetmit shërbime të këtij lloji në Ballkan. Shkëlqim Bilaj, i njohur si Berber Çimi, ka zgjedhur të zbatojë një koncept mjaft origjinal që vjen pas afro 35 vitesh eksperience në profesion. Berberi Lëvizës, një ide e nisur rreth 6 vite më parë, sot mbetet ndër të vetmet shërbime të këtij lloji në Ballkan. Shkëlqim Bilaj, i njohur si Berber Çimi, ka zgjedhur një koncept mjaft origjinal që vjen pas afro 35 vitesh eksperiencë në këtë profesion. Berberi Lëvizës është një ide që ka ngjallur mjaft interes e që padyshim kërkon edhe përkushtim. Vetë Berber Çimi e cilëson pikërisht kështu, duke theksuar se pas nisjes së punës në një ambient të vogël vite më parë, ai u zgjerua në një sallon në Vlorë, ndërsa ai 6 vite më parë ideoi edhe shërbimin Berberi Lëvizës, një nismë që ka rezultuar mjaft e suksesshme për të. Tashmë prej 6 vitesh ai operon kryesisht në zonën e Lungomares, por gjatë sezonit turistik veror, lëvizet e përgjat gjithë vijës bregdetare nga Dërmiu e deri në Himar, madje edhe deri në Saran dhe Eksamil. Atëre përshëndetje një miserdhet, është viti 6 që jemi këtu në Lungomare. Ne nuk kemi vetëm këtë mobile barbershop Çimi, por ne kemi dhe një salon në qendër të Vlorës, kemi dhe një akademi. Pra ne zhvillojmë dhe kurse. Eksperienca jon është 35 vjeçare. Duke patur një eksperiencë kaq të gjatë, kaq të madhe, na ka lindur ideja për të bërë dhe një mobile barbershop Çimi, e cila ka shërbyer për qytetin e Vlorës. Profesionet ndonjëherë zbulojnë, janë talent, ja dhunti. Unë kam nisur që 12 vjeç të profesion edhe pasioni vazhdon të jetë akoma si dita e parë. Pra pasioni të çon përpara. Po s'pate pasion, dëshirë dhe vullnet, nuk mund të bësh dot asgjë. Ne kemi tradit nga gjyshi, nga vllai im, domethënë duke patur dhe tradit, është akoma dhe më e bukur dhe më e fortë dhe më profesionale. Ne 2 vitet e para kemi qenë në lëvizje. Ideja është sepse prandaj quhet mobile barbershop. Ideja është gjithmonë në lëvizje. Pavarësisht që ne kemi 3-4 vjet që jemi stacionuar këtu, bëjmë ndonjë lëvizje, sepse kemi ndonjë telefonat, por më shumë për momentin jemi këtu. 2 vitet e para kemi lëvizur gjithë Bregdetin deri në Saran. Kjo punë, ky biznes i vogël, patjetër që ka dhe kosto ekstra, sepse ti nëse këtu mund të qetesh me një çmim, sepse je i qëndruar,
kurse kur vi një kërkesë e caktuar, detyrimisht që çmimi është pak më i lartë. Por gjithmonë kërkesat ka qenë nga të huajt, sepse e shikojnë dhe si gjë të veçantë, por tek e fundit e duan dhe shërbimin ton. Atëherë ne kemi shkuar deri në Ksamil, ne kemi shkuar në Saran, ne kemi shkuar në Borsh, në Jalë, në Dhërmi kemi punuar shumë. Pra lëvizjet tona kanë qenë të shpërndara, gjithmonë përgjatë vizë bregdetare. Me thënë të drejtën, ne jemi vlonjat, patjetër, eksperienca ime në qytet është e madhe, do dhe pak kohë që të vi ky shërbim dhe për vlonjatët. Nuk është se me vlonjatët ka kërkesa, që ty të marrë një vlonjat dhe të thotë ja të më shërbesh, do dhe pak akoma. Unë kam diku të 15 kursant, pra kryesisht janë kursant të moshave të reja, por kemi dhe mosha të ndryshme, por kryesisht janë mosha të reja që e duan zanatin. Dhe gjithmonë motivi jonë ka qenë dhe shpresojmë që të ketë sa më shumë të rinj, të marrin zanatin ton, të marrin profilin ton dhe të shërbejnë po këtu, që mos të na largohen. Berberçimi pranon se interesi më i madh vjen nga turistët e huaj, por edhe nga shqiptarët e diasporës. Shumë prej tyre jo vetëm marrin shërbimin, por realizojnë edhe foto, pasi bëhet fjalë për një koncept të veçantë dhe të rrallë. Ai tregon se ka patur kërkesa për të ofruar shërbimin në zona të ndryshme, ndërsa tarifat ndryshojnë në varësi të largësisë dhe kërkesave të klientëve. Në raste të veçanta, kostoja e shërbimit ka arritur deri në 500 euro. Çimi thotë se mes klientëve të tij nuk kanë munguar as personazhe të njohur të ekranit. Interesi më i madh është i tuajve. Shumë tuaj ndalojnë, bëjnë foto, bëjnë video, po kryesisht është interesi tuajve. Është edhe i diasporës, domethënë emigrantëve, në përgjithësinë gjitha trevat shqiptare që zgjedhin Vlorën dhe vinë ndalojnë, marrin shërbimin ton, e shikojnë si një gjë shumë të veçantë, sepse vërtet ideja jonë është shumë e veçantë, është rrallë ta gjesh, nuk e gjen. Ky është një profesion që mund të ushqesh, krijon një biznes, ecë më përpara, domethënë është një profesion në qoftë se ta lidh me pjesën e pasionit. Kush e ka pasion, ashtu si unë e kam pasur dhe e kam akoma, ti ecën shumë para, sepse unë në ato vite e kam nisur me një dyqan të vogël, si ishin atëherë me ato kioskat e vogla, jemi rritur, kemi marrë sallonin, kam bërë akademin, bëra mobilin, domethënë gjithmonë dëshira e punës dhe pasioni është një profesion fitimprurës. Sot që flasim bashkë, kur ne na marrin në lëvizje që ikim kaq larg, ne kemi marrë dhe për një prerje, domethënë po e them pa hezitim, edhe 500 euro për një lëvizje. Domethënë, nëse unë kam vajtur në Ksamil, unë kam marrë edhe 500 euro. Nuk është angrëllik, kryesisht juaj e pranon, sepse do shërbim dhe është një juaj cilësor. Në momenti që juaj është cilësor, domethënë kërkon cilësi. Na ka gjetur, na ka komunikuar, sepse ne edhe në rrjetet sociale kemi qenë gjithmonë të pranishëm. Dhe është një mundësi që i vete i shërben atij tek residencat e hotelit, e shtëpia ku ai është. Kemi pasur edhe persona, ato vitet e para po, s'po më kujtohet tash, po kemi pasur edhe persona VIP, kemi pasur, na ka vizituar edhe vetë kryeministri, zoti Rama. Si një gjë të veçantë në qytet dhe jo vetëm. Berberi i lëvizjes Çimi, një ide krejt e veçantë e nisur 6 vite më parë. Tashmë është një shërbim që mund ta gjesh vetëm në Vlorë, e që mbetet unik në të gjithë Ballkanin. Fillimisht nisi si një mënyrë për të shërbyer pushuesve gjatë sezonit turistik, ndërsa sot 6 vite më vonë rezulton një sipërmarrje mjaft e suksesshme dhe me interes të vazhdueshëm nga klientët vendas dhe të huaj. Një ngjarje tragjike është regjistruar në Gjirokastër ku një fëmijë është mbytur në një kompleks pishinash në qytet. Sipas policisë, viktima është identifikuar si Arbër Peqi, 15 vjeç. Siç raportohet, fëmia ka pasur atak kardiak kur ka hyrë në ujë. Një ngjarje tragjike është regjistruar në Gjirokastër ku një fëmijë është mbytur në një kompleks pishinash në qytet. Viktima është identifikuar si Arbër Peqi, 15 vjeç. Raportohet se fëmia ka pasur atak kardiak kur ka hyrë në ujë. Sipas policisë, rreth orës së 10 në fshatin Mashkullor, në një kompleks pushimi, një 15 vjeçar dyshohet se ka pasur infarkt duke u larë në pishinë dhe përpasoj ka humbur jetën. Sipas policisë, grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit.
Bordi i transparencës ka ullur me 2 lek çmimet e naftës dhe benzinës. E si rjedhoi nafta do të shitet me 188 lek për litër, ndërsa benzina 171 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi këtë të mërkur, ora 14. Bordi i transparencës njofton çmimet e reja të karburanteve. Jasa do të shiten duke nisur nga kjo e mërkur. Bordi i transparencës ka vendosur mbledhjen e datës 10 qershor 2026 çmimet e reja të vanë për shitjen e karburanteve. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicin nën produktit gazoil është përcaktuar jo më shumë se 188 lek për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë në 176 lek për litër. Për benzinën, çmimi i shitjes me pakicë është vendosur jo më shumë se 171 lek për litër, ndërsa me shumicë jo më shumë se 159 lek për litër. Vendimi hyn në fuqi prej kësaj të mërkure duke nisur në orën 14 dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e radhës të Bordit të Transparencës, ku do të mund të rishikohen dhe çmimet në varësi të zhvillimeve në treg. Bordi i Transparencës tërheq vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullim i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg. Fituesja e disa medaljeve në Kosovë, Shqipëri dhe në arenën europiane, e vetmja sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në 2 lojra olimpike dhe aktualisht e renditur e dyta në botë në sportin e boksit, Donjeta Ansadiku, ndodhet prej 3 ditësh në Vlorë. Bokseria e Kosovës po zhvillon seanca stërvitore me sportistët vlonjat. Fituesja e disa medaljeve në Kosovë, Shqipëri dhe në arenën europiane, e vetmja sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në 2 lojra olimpike, e aktualisht e renditur e dyta në botë në sportin e boksit, Donjeta Sadiku, ndodhet prej 3 ditësh në Vlorë. Bokseria kosovare ka zhvilluar seanca stërvitore së bashku me sportistët vlonjat, duke dhënë kontributin e saj e duke ndarë eksperiencën me boksierët e rinj. Në klubin flamurtari prej kohësh stërvitet edhe bokseria Esmeralda, një nga sportistët premtuese të këtij ekipi. Donjeta Sadiku, si dhe Esmeralda, theksojnë se këto ditë kanë shërbyer jo vetëm për shkëmbim përvoje, por edhe për përgatitjen sa më të mirë për aktivitetet e rëndësishme ndërkombëtare që i presin në vazhdim. Na se 3 ditë gjendemi këtu në Vlorë në klubin e boksit flamurtare, ku në zbashku me trajnerën tim Mariola Sallauka dhe 2 bokserët e klubit tim, Ulem Sadiku dhe Mensur Shabone. Kena zhvillu stërvitje së bashku dhe kemi shkëmbyer eksperiencat tona, ku ne si bokser na ndihmon shumë që të përgatitemi dhe të jemi në një formë sa më të mirë në garat e ardhshme. Tash po pres lojat mesdhetare, ku është e vetmja medalje që nuk e kam karrierën time, po besoj shumë që edhe këtë medalje t'ja sjell Kosovës, po shpresoj shumë që edhe Shqipëria të ketë ndonjë medalje nga kjo garë. Kemi 3 ditë që jemi duke kryer stërvitjet përbashkët me klubin Uniteti dhe fal trajneri tim Gzim Zeneli, i cili ftoi këtë klub së bashku me trajnerin e Kosovës Mariola Sallauka dhe kampionen Donjeta Sadiku. Është me të vërtet një eksperiencë dhe një vlerë shumë e madhe cilat na kanë nderuar, kanë ardhur në Vlorë dhe jemi duke kryer këtë stërvitje. Sepse një kampione si Donjeta Sadiku, e cila është kualifikuar 2 herë plot olimpike, është me të vërtet një inspirim dhe na inspiron çdo ditë për të arritur, pse jo edhe unë atë qëllim. Trajnerja e ekipit të kombëtar të Kosovës në boks, Mariola Sallauka, si dhe trajneri e ekipit të boksit të flamurtarit dhe i kombëtares shqiptare Gzim Zeneli, e vlerësojnë këtë stërvitje të përbashkët si një mundësi shumë të mirë për të rritur cilësinë e sportit, por edhe për të përmirësuar nivelin e boksit të 2 vendeve. Unë jam trajnere e kombëtares e Kosovës, edhe kam sjell Donjeta Sadikun, e cila është e dyta në botë, është medaliste botërore, medaliste europiane, 2 herë pjesëmarrëse në lojra olimpike. Kjo përgatitje na ka shërbyer për Donjetën, por edhe për mua personalisht, për me njoft më mirë profesorin Gzim Zeneli, të cilin e kam njohur si emër shumë të madh, i cili ka nxjerrë boksera shumë të mëdhej për kombëtarën e Shqipërisë, por gjithashtu e kam respektuar shumë për punën e tij, por tash më e respektoj edhe si person edhe për njerin që është. Kështu që duhet me falenderuar shumë për mikpritjen që na ka bërë këtu dhe po besoj që tash më kemi me pas një bashkëpunim edhe më të madh mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ishte një ftesë nga ana ime si trajner, njëkohësisht dhe nga klubi flamurtarit, nga Elona Merkaj, për të kryer këtë bashkëpunim, me qenë që
boksierja kosovare është një emri madh dhe eksperiencë e saj ndërmjet Esmeraldës dhe asaj është një anë pozitive për të ngritur nivelin e asaj dhe bashkëpunimit. Ishte një kënaqësi e veçantë se ne jemi në prag dhe të lojrave të mesdheu në muaj shtator dhe kampionatit evropian, që brenda 2 muaj kemi 2 evente tepër të rëndësishme dhe kjo vleu ky bashkëpunim për të qenë sa më pranë dhe do të shkojmë ne përsëri në Prishtinë tua këtë vizitën, do të vinë ata përsëri që ta kemi edhe 15 ditë më vonë në një takim më të shpesht për të sjelloj medalje në kombin tonë Shqipërisë, Kosovës dhe Kosovës. Shumë shpejt sportistët do të përballen me sfida të rëndësishme ndërkombëtare, mes tyre lojrat mesdhetare dhe kampionati evropian i boksit, ku synohen medaljet dhe rezultatet sa më të larta nga sportistët shqiptar dhe ata kosovar. Nesër fillon kampionati botror i futbollit, i cili ashtu si në gjithë botën mezi pritet nga qytetarët vlonjat. Po, për cilin ekip bëjnë tifo vlonjatët? Le të ndjekim intervistat e qytetarëve. Me 11 qershor fillon kampionati botror i futbollit e ashtu si miliona tifozë në të gjithë botën. Edhe qytetarë vlonjat presin me padurim nisjen e tij, por për cilin ekip bëjnë tifo vlonjatët? Më të preferuar kanë ekipe si Brazili, Gjermania apo Argentina, për të cilët thonë se i ndjekin e bëjnë tifoslëk prej vitesh. Pretendent për të fituar kampionatin botror, qytetarët e Vlorës shohin kombëtaren e Spanjës dhe Portugalisë, për shkak të cilësisë së lojtarëve që kanë. Qytetarët e Vlorës do të donin që këtë botror të ishte edhe Shqipëria, edhe e shohin me tepër keqardhje faktin që kombëtarja jonë nuk merr pjesë si pasojë e gabimeve trashanike të trajnerit dhe lojtarëve. Brazilin. Me Brazilin? Po. Sa vite ke tifoz me Brazilin? Po kam sak. Jo, na lojtarë të mirë që ka patur. Këm banë mend nga Brazili? Tani si kam. Mund ta ftoj Brazili kampionatit botror? Nuk dihet. Se dhe Gjermani mirë ka qenë. Doja të ishte edhe Shqipëria? Po doja, po aq takat kanë ata. Aq forcë kanë. Se ka fajin trajner, ishte një vend një. Aq. Keqardhje që s'kemi dhe ne? Po shumë. Kush është ai që s'ka? Aq takat kanë, aq japi. Jemi tifoza. Do doja të ishte Shqipëria? Po patjetër, po Shqipëria 2 milion, ata janë Spanja është 60, 70. Janë më përpara. Po kë me duar kanë ata, kë me duar kemi neve. Pse mos jemi dhe ne? Do ta ftoj Spanja thua? Mendoj. Sport është ai. Bën tifo me ndonjë ekip? Po unë jam brazilian, kam qenë futbollist vet. Pse me Brazilin? Me Brazilin se ai më pëlqen mua. Garinja, Pele, qenë ata emrat e mëdhenj. I kam ndjekur unë këta. Ka shanse Brazili të ftoj kampionatin? Jo, po su rregulluar Neymari nuk e merr dot. Kush do ta ftoj botror? Pretendente është Portugalia. Portugalia, Cristiano. Do doja të ishte edhe Shqipëria? Po shumë do doja, po ne mund të venim, po trajneri jon gaboi 2-3 herë dhe prandaj nuk vam. Se ne do vemi. Po, shumë keqardhje kam. Por do vi dita që do vemi. Kur ti ke ky trajner, që ka ardhur. Unë atje ku janë fëmijë duhet të ftoj Gjermania. Me Gjermanin. Nga që i ka dhënë një jetë tjetër fëmijëve? Fëmijëve, po, patjetër. Jam tifoze e shoqëroj ato, po thjesht të fitoj Gjermanin sepse atje kam paqen time. Shkon, do i ndeshje do ta shkosh. Patjetër. Doja të ishte Shqipëria? Patjetër, Shqipëria. Unë nuk jam tifoz shumë i madh ashtu të themi, po që duhet të fitoj më i miri, patjetër. Besoj botrorin do ta ndjekësh? Po patjetër, do ngrejmë mes natës. Ke një skuadër preferuar? Argentinë e kam. Argentinë. Nga Messi, Maradona. Po kush mendon se do ta fitojë? Atë thamë, kush të jetë më e mirë, atë s'ka tjetër. Nuk kam ndonjë. Ka shanset e duhura Argentina për ta fituar? Po, vitet e kaluara, kampionatet e kaluara ka qenë, gjithmonë. Pretendente dhe mendojmë se është edhe tani. Do doja të ishte edhe Shqipëria aty? Patjetër, do të dëshirojmë shumë fare. Po nuk mundi, aq ishte. Botrori starton në orën 21 të ditës së enjte në ndeshjen e parë të tij mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut. Krahas Shqipërisë, mungesë e madhe në këtë kampionat botror mbetet edhe Italia.
Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.